Kur gjykata e shpall një ligj antikushtetues, ajo nuk e sfidon sovranitetin e parlamentit, po i kujton atij se sovraniteti nuk është i pakufizuar. Ashtu siç shpreh edhe doktrina europiane e shtetit të së drejtës, parlamenti është sovran, por kushtetuta është e shenjtë. Ky kontroll juridik është thelbësor për të ruajtur besimin publik. I jep qytetarit garanci se pushteti nuk vepron sipas interesit çastit, por sipas normës më të lartë të drejtësisë. Drejtësia kushtetuese dhe parlamenti përfaqësojnë ose duhet përfaqësojnë dy shtylla të ndara nga funksioni, por të bashkuara në qëllimin e ruajtjes së shtetit të së drejtës dhe dinjitetit të qytetarëve. Vendimet e gjykatës kushtetuese shpesh udhëzojnë parlamentin se si duhet interpretuar një parim kushtetues, ndërkohë që parlamenti nëpërmjet reformave i jep këtyre vendimeve një sens praktik. Ky është një dialog i shëndetshëm me çdo demokracie, mund të ketë sigurisht një dialog ndërmjet arsyes ligjore dhe vullnetit politik, ku secili pushtet ushtron kompetencën e vet pa e zbehur autoritetin e tjetrit.